Motrat më kanë lazru shumë, ku thëmë kanë lazru se motrat mas me, po është një vit motra Honda, amë një nënëko, motra e modhe, që i bjenë mas me, do të thëmija i dytë, po pi motra është me modja, ta një rabe me rënë shumë, motrat më kanë lazru se ato i zvetin nga më këtë shpe. Mas 7-8 mujve, baba është shpërngull për fshatit më një dhe unë kam kalu femërin time në Pej, qytetin e Pejs. Ku do të shkollën, kam kalu atje më rrit, kam qenë thuj gati vetë me vëlla, kam pas 7 motra, një kohë gjatë, dikun deri moshën 16 vjeçare nëse ka bëj, kam pas 17, kam qenë vetë me vëlla. Kështu që kam pas vetëm unë edhe pak më privilegjuar familje të na shqiptarë që kemi zakon, të nona, të gjyqja të kështu. Edhe ato kam marrë hapat e parë në Pej, edhe ato kam shkollën, mas 5-16 vite, do zoti edhe tani kam dy vllazën. Kam dy vllazën, unë i ka din vitin 83, unë i ka din ma vonë, dikun 85. Kështu që tani unë i kam dy vllazën, i kam 7 motra. Unë isha fëmija i maj modhi në familje, kam qenë, fëmija maj modhi, edhe kam qenë ku i prevgjum që shtash ma herë, se isha qështu. Tani dikur baba ka qenë në Gjermani, që kanë shku në atë kohë shqiptarët. 69 ka nejtë baba një kohë në Gjermani, pra poshtarë dhe ka lëshu Gjermani, është punësu. Kështu që unë, si thmi, kam qenë shumë i urë gjithë thujnë. Edhe nona, Rahmeti Bashkë, se nona më ka blekë që të mbuj, edhe baba, plaku, edhe gjyqe gjithë. Edhe pse kam qenë i prevgjum familje, edhe pe agjallarëve, edhe pe dajve, edhe pe familje sa më kuptohet, se isha jastrejt që thash isha i vetëmi moshkull në shpinë time të baba, të nona, të Avdullah dhe të Hata, po jo me konë familja zushtë, jo. Nuk kam diku kja dhe pse keni qenë me 7 motra, familjet shqiptare zakonisht, motrat bojnë shumë për vllazën, a nuk kam diku kjo pak me u lazru si fëmi? Jo, sinqerisht po them unë nuk kam vetë për natyrës jam. Nuk jes me ofendu as në atë kohë as sot. Jo, motrat më kanë lazru shumë, ku thëmë kanë lazru se motrat mas me, po është një vit motra Honda, amë një nënëko, motra e modhe, që i bjenë mas me, do të thëmija i dytë, po pi motra është me modja, ta një rabe me rënë shumë, motrat më kanë lazru se ato i zvetin nga më këtë shpe. Ajtë se vojz, shumë vojza, kam vjen keqët për tyre, që do thëtë, unë qaj s'kum ditë kafe me qitë, deri vonë. Ta të me pranua realitetin, se isha i vetëmi moshkull, ato i kisha motrat, po motrat më kanë lazru shumë. Do të me tesha, me këpuc, me gjithë shka, jo me shku në shkollë, kushesha me mnejt gati, aja ish me vogëlsune, motra, si thash, motra e dytë, edhe me mnejt gati sa der, na kina në shkollë të në ora 7 me në gjezë, në rami sa dike më shkollë atë kohë. Edhe, të mnejt gati kështu, nona, sene, kam qenë, po, thash, kam qenë i privilegjum familja, kam qenë, po se kam shfrytzuar me atë privilegjin kur në jetën time, kam pas shok mirë shumë, kam kalu jetë shumë mirë në Pej, deri në moshën që kam dhe në 84-ën, kur i mi jarë në Monite, se në të një prap i në këty në Skendera, i më shatë. I në këty në 84-ën, kam pas shok, edhe të shok kam qenë një privilegjum, edhe të lagjja. Po tomë sinqerisht, ma që kësha pas me folja ta për mu, se sa unë me folj për veti, për feminin time, edhe në lagjë, ku më jetu në ato lagjja Kristal, thirët në Pej, mbi fabrikën e sheqerit dhe të birra në Pej, ku kam jetu ato një pjesë, mbi 10 vite, 15 kemi jetu ato, se ne kemi ozdu shtëpia në Pej, dhe edhe ato në lagjë kam qenë shumë i privilegjum. Bilje ka qenë nona në shokit, nona në verë vokshit, se në verë vokshit në kam pas shumë shok, me një bank me to, me kretë, kim kalu jetën, deri në shkollë fillore, kursin anda me në verë vokshit. Nona tina në mëngjes, në ora 7, ku shkoj shane me morën në verin për me shku pa shkollë, ushqimin mua dhe në verit në qëndë. Për zotin shtu ka qenë nona në verë vokshit, Sofia ka pas emnin, teta Sofia në atë kohë ishëm atër, kam qenë i privilegjuar, teta kam qenë shumë i privilegjuar në lagje kështu.